këto ditë jam duke u marrë me perdet e një hoteli, duke punuar tantellën e perdes së fillim, pastaj bëhet montimi, azhuri, qepja dhe... Çfarë ndodhi që u kthyen tani te e vjetra? Se deri tani na mërzitën me këtë terren, vetëm të reja doni. Po, mendoj se e bukura gjithmonë vlen, e vjetra është gjithmonë e bukur. Dhe në kujtimet e mia ngelen perdet e brodenit që nëna ime i ka sjell në paj të punuara me dorë. Brodenin, jo me makineri si që punojmë në sot, po të punuara me dorë. Dhe nga kujtimet dhe nga puna që nëna ime ishte artizane, mere me bërjen e qilimave në të zja, neve na ungulit në memorje puna e dorës, me shumë pasion si e punonte ajo, dhe ne filluam të treja vajzat, të treja motrat, e trashëguam punën e dorës. Edhe ato kanë dyqan, punojnë? Jo, vetëm unë e kam dyqanin, sepse ato janë arsimuar, kanë tjetër profesion në jetë, por që ato e bëjnë për qef. Sa ti ktheve në profesion? Unë e ktheva në profesion. Mamaja qepte dhe organët e aklazit me pambuk, dikur që shkripej pambuku me dorë, edhe qepeshin i organët e aklazit. Çfarë ti bësh për shembull asaj organit të aklazit të dikurshëm, përveç se ta shohësh, të kujtosh? Çfarë të bësh tjetër? Që të riciklosh të kaluarën tënde në një farë mënyrë? Se di, sepse sot ka hyrë industria dhe i ka lënë qik më janë këta i organët e aklazit, dhe unë i ruaj me fanatizëm, i kam të pajës edhe sot. Unë i ruaj edhe madje më ankohen, nuk ankohen shumë motrat e mia, po thonë ja ke marrë gjitha mamit. Që të mamit të nënës të gjitha i mbledh për shtëpi dhe i kam kështu se depoja e kujtimeve. Një mrekulli që se këtu nuk është thjesht që rinë dhe ekspozohen, këtu shiten njerëzit arrin të bëjnë pak shpirt nga do më thënë, prodhohet dhe shitet. Dhe unë këtë i them të uajt kur ju në dyqanin tim. Unë gjithkohon i them punoj dhe shes. Dhe ndjej shumë kënaqësi kur ai thot, ti e ke bërë bravo, të lumshim duart. Dhe ajo vlera monetare nuk ka vlerë për mua sa ka vlerë duartrokitja dhe kënaqësia. Çfarë marrin kryesisht? Çfarë blejnë kryesisht? Po, kryesisht, do më thënë, te çantat janë më shumë. Dhe sidomos me këto materialet e ricikluara.